Kush mendon se ka fajin zakonisht nusja apo vjera? Tash i vajzë si e ka mentalitetin. Nëse janë ndryshuar, për shembull, janë të rejet, njëherë marrin kot ose vjerrat, pastaj vjerrat edhe duhet ta tolerojnë nusë, se kanë qenë dikur vetë nuse. Ju vetë keni nuse? Kam, Si keni raport? mirë, se e kam larg, nuk e kam këtu. E kam në Greqi me djalin atje edhe. Po me nusen tuaj si e ka raportin? Shumë mirë, shumë mirë. Janë larg, nuk mund të flas dot më shumë. Se mendon se po të ishin afër do ishte raporti ndryshe? Patjetër. Se gjithmonë lindin ato divergjencat, sepse janë mentalitetet e ndryshme. Lutem. Si janë raporti mes nusës dhe vjerës? Kush? Si mendon që është raporti mes nusës dhe vjerës? Raporti me nusës vjera e kërë si arru me ujqët. Kush e ka fajin, nusja apo vjera? E ka faj ujku, që nga smanë. Vjera. Vjera jo, është gjithmonë vjera, po është pjera, po është nusja. Se atë nusën kush e ka punë, ka po vjera, e oma, po janë ashtë unë kanë. Po djali ka fajin në këtë mes? O djali 100%. 100%. Djali ka faj, se pas pat djali dashuri për none për nuse, ka marru e shpi. Ju vetë keni nusa në shtëpi? Jo, s'kam i shqyqy, kom drenushen të ima atë në hese për qef. Ale me drenushe, e kom për qef i zmete, jo në lasë zoti shalë me kom me duar, po nuset në trojnë burat e veta. Nuk e di. Ju vetë keni nusa në shtëpi? Jo. Kush mendon se ka fajin zakonisht nusja apo vjera? Nusja, po dhe vjerët ka herë. Çka ka më shumë fajin, nusja? Sigurisht vjera ka, praçi se vjera është e shtëpisë, aty e ka ardhur dhe duhet si të mirë me nusën, po ka edhe vjera që nuk sillen mirë dhe kështu që krijon edhe divorcet me nëpërmjet djalit. Po djali ka fajin në këtë mes? Po djali mund ketë faj. Do të thonë që edhe djali mund ketë faj, ka njerëz të këqij, ka njerëz mirë, njerëz nuk janë gjithë. Ka nuse të keqe, ka nuse të mirë. Se kuptova. Si është raporti mes nusës dhe vjerës? Raporti varet si cilët vjera me nusën, ashtu bëhet edhe raporti. Po usol mirë, të shkojnë, po s'usol të shkojnë. Si mendon kush e ka fajin zakonisht nusja apo vjera? Po fajnë e ka ajo që grindet. E ka fajnë o vjera o nusja. Kush duhet i hapi rrugë kujt? Po nusja duhet i hapi rrugë vjerës. Pa tjetër, se shik me moshuar me madhe. Ju vetë keni nusa në shtëpi? Urdo? Ju vetë keni nusa në shtëpi? Kam, Si shkoni? shumë mirë. Po nusja juaj si shkon? E nusja ime shkon të shumë mirë. Tashi se kam. Si është raporti mes nusëve dhe vjerave? Pa, raporti është shumë i mirë, sepse vjera, unë jam vjerë vetë, do të nxjerr mësime nga e kaluara ime dhe më të bukur do ta paraqes ke nusja ime. Gabimet që janë bë me më ose të mirat, do të thënë, do të bëjsh akoma më shumë për nusët, po sot dhe si shoqe, shkon mirë. Kush e ka fajin zakonisht nusja apo vjera? Tani përgjithësia vej nusës, po deshe djalën, nuk ke punë me nusën fare, marrëdhëniet duhet të jenë sinqerta, po pate komunikim është kryesori. Komunikimi është baza. Po djali çfarë roli luan në këtë marrëdhënie? Po, djali është i imi, edhe sikur, edhe mirë edhe keq, djali është i imi dhe Po duhet mbaj anën tuaj. gjithmonë nëna fal ke djali vet. Nërsa ke nusja nuk fal, prandaj raportet do të jenë mos arrisësh në kulmin. Domethënë vjera do të jetë e përmbajtur. Anën e kujt duhet të mbaj djali? Patjetër të nusës. Patjetër të nusës, se ajo dihet, po dhe nëna ka rolin e vet, domethënë kryesore, sepse familja që krijon çdo njeri është familja bazë. Ajo që krijohet është njëshi. Ndërsa nëna do respektu pa diskutim se i ka bë kokën, po çdo njeri thotë nëna ime. Prandaj raportet janë, domethënë mirë kuptim. Kaq. Nusët me vjerët. Sot, në këtë kohë. Ku jem drejt? Kush e ka fajin? Po gjithmonë nusja se vjera është e mirë. Se është e mirë vjera? Vjera është njësh. Nuset sot janë bërë ku jem drejt. Duan të dalin të pinë kafe, duan të bredhin për qefe, duan të bëjnë si të doj qefi atyre, të livadhisin. Kurse vjerat janë super. Pse s'duhet dalin nusja, pse s'duhet pi kafe?
Po kafen ta pi me tërzi, ta pi bashkë me vjerën. Apo së shu, apo se do ti ta pish kafe me vjerën. Ta pi me çunin kafen. Po dhe me çuni, bravo. Po ato dalin Me shoqet. shoqet, bravo, me shoqet dhe... Sa del Vjera me shoqet, pse mos dali dhe Nusja me shoqet? Po Vjera del me shoqet, po del me shoqet e vjetra, me ato të zakonit të parë. Kështu që duhet i zgjidhi gjërat. Se këto të reja që zakonesh kanë? Të të reja kanë daltis në trut. Hajt, mirë pafshim. Nuk të qaj. Çfarë raporti ka Nuset me Vjerat? Unë e kam shumë të mirë. Raportis varet, Si i mirë apo? përgjithsisht duhet jetë i mirë. Si është? I mirë, duhet jetë pra mirë. Si e ke ti raportin me Nusen? Unë me Nusën s'kam, kam goca. Kush ka vajza botën ka, kështu që s'kam Nuse. Vallaj, se kom pas në herën në shu se kur u mërtova, kish i vdek Vjera kishin vdek. Kur mora Nusën, direkt në shtëpi time. Ju vetë keni Nuse? Pa tjetër, një Nuse, një vajzë. Si keni raportin me Nusen? Shumë mirë, unë jam 78, ajo është 74. Me Nusen e djalit? Jo, s'kam djalë, kam vajzë tash. Kam vajzë. Me dhëndërin shumë mirë. Janë Thonë zakonisht që Nuset edhe Vjerat zihen. Si mendon, kush e ka fajin? të shi të dy palët nuk ka puna se njëra kështu tjetra shu, po që Nusja e mirë, pi liroj rrugë Vjerës, natyrisht që është ashtu. Se ne të vjetrit edhe me huje, po tash s'bëjnë vaki këto punë. Se Nusja duhet i hapi rrugë Vjerës, po thoni. Sot nuk bëjnë vaki këto punë, se shkojnë se cilin shpit vetë, emigracioni ka bë punë vetë, kështu që janë largë njëri tjetrit. Pse s'u ti hapi dhe Vjera rrugë Nusës, po vetëm Nusja Vjerës? Pa varet edhe shi nga konditet nga marrëdhënia, nga ekonomia financiare, njënën tjetër, gjithë ato që mund... Po djali çfarë roli luan? Pa tjetër, ekuilibrin. Djali duhet ekuilibrin. Si djali si Nusja në një krah, kur Nusja shkon në shtëpi ose djali... Tashu, prandaj janë disa gjëra që